mbrojtja hyjnore dhe besimi i palëkundur të Jezu Krishti. Përshëndetje miq të dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj. Vëllezër dhe motra të dashur në Krishtin, sot do të meditojmë bashkë mbi një temë thelbësore të fesë sonë, mbrojtjen hyjnore që Perëndia na ofron dhe rëndësinë e besimit të palëkundur të Jezu Krishti në mes të sfidave shpirtërore të jetës. Bibla na mëson se jeta e të krishterit nuk është pa betejë, por Perëndia na ka pajisur me gjithçka që na nevojitet për të qëndruar të fortë. Le të fillojmë duke u mbështetur plotësisht te fjala e Tij e shenjtë. Pika 1. Armatura e plot e Perëndisë. Bibla na theret, prandaj vishni të gjithë armaturën e Perëndisë, që të mund të qëndroni kundër kurtheve të djallit në ditën e ligë dhe, pasi të keni bërë gjithçka, të qëndroni në këmbë. Pse na nevojitet kjo armaturë? Sepse, siç thot Bibla, sepse lufta jon nuk është kundër mishit dhe gjakut, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të errësirës së këtij shekulli, kundër frymërave të liga në vendet qiellore. Perëndia na jep një armaturë të plotë për të na mbrojtur në këtë betejë shpirtërore. Le të shqyrtojmë çdo pjesë të saj ngadalë, brezi i së vërtetës. E vërteta e fjalës së Perëndisë na mban të lidhur fort, duke na çliruar nga gënjeshtrat e armikut. Parzmoreja e drejtësisë, drejtësia e Krishtit na mbron zemrën nga akuzat e ndërgjegjes dhe nga sulmet e së keqes. Këpucët e gatishmërisë së ungjillit të paqes na mundësojnë të ecim të sigurt në rrugën e Perëndisë duke shpallur paqen e Tij. Mburoja e besimit, me të shuajmë të gjitha shigjetat e zjarta të ligjit, dyshimet, tundimet dhe frikën. Përkrenarja e shpresës së shpëtimit, mbron mendjen tonë me sigurinë e shpëtimit në Krishtin. Shpata e frymës, që është fjala e Perëndisë, arma jon sulmuese për të mposhtur çdo gënjeshtër me të vërtetën biblike. Dhe së fundmi, lutja pa pushim në frymën. Pa këtë armaturë të plotë, jemi të dobët, me të jemi të pathyeshëm në fuqinë e Perëndisë. Pika 2. Fuqia dhe rëndësia e lutjes. Lutja është arma kryesore në betejën shpirtërore. Bibla na urdhëron të lutemi pa pushim. Lutja na lidh drejt për drejt me fuqinë e Perëndisë. Kur ndihemi të sigurt ose të vakët në besim, jemi më të rrezikuar, sepse armiku shfrytëzon çdo dobësi. Por lutja e përditshme, në mëngjes dhe në mbrëmje, na mban vigjilent. Siç thot Jakobi, lutja e të drejtit ka fuqi të madhe në veprimin e saj. Lutja nuk është vetëm mbrojtje, por edhe sulm kundër forcave të errësirës. Le të krijojmë zakonin e lutjes së vazhdueshme, duke u mbështetur te premtimi i Mateu. Dhe gjithçka që të kërkoni në lutje, duke besuar, do ta merrni. Në lutje, fryma e shenjtë na jep fuqi për të qëndruar të palëkundur. Pa lutje, armatura jon dobësohet, me lutje, ajo shkëlqen me fuqinë hyjnore. Pika 3. Premtimet biblike për mbrojtje. Perëndia na ka dhënë premtime të panumërta për mbrojtje. Le të meditojmë mbi disa prej tyre. Zoti do të luftojë për ju dhe ju do të qëndroni në qetësi. Perëndia lufton betejat tona, ne vetëm qëndrojmë në besim. Psalmi 121, ai që të ruan nuk do të dremilë. Zoti është hija jote në të djathtën tënde. Zoti do të ruajë nga çdo e keqe. Psalmi 23, Zoti është bariu im. Edhe sikur të eci në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kem frikë nga ndonjë e keqe, sepse Ti je me mua. Psalmi 91 është një premtim i fuqishëm mbrojtjeje. Le të meditojmë mbi të plotësisht, ai do të mbulojë me pupullat e Tij. Nuk do të afrohet asnjë plagë. Sepse Ti ke thënë, Zoti është strehimi im. Gjithashtu, asnjë armë e formuar kundër teje nuk do të ketë sukses. Dhe, Perëndia është strehimi dhe fuqia jonë, një ndihmë gjithmonë e gatshme në fatkeqësi. Këto premtime na sigurojnë se Perëndia është kështjella jonë e pathyeshme. Pika 4. Jezu Krishti si mbrojtësi suprem. Vëllezër dhe motra të dashur, tani le të ndalemi më gjatë të zemra e gjithë mesazhit tonë. Jezu Krishti si mbrojtësi ynë suprem. Pa të, asnjë armaturë, asnjë lutje dhe asnjë premtim biblik nuk do të kishte fuqi të plotë. Por përmes Jezu Krishtit, ne jemi jo vetëm të mbrojtur, por edhe fitimtar të plotë. Bibla na mëson qartë se Jezu Krishti e ka mposhtur plotësisht të keqen.
Në Bibel thuhet, duke çarmatosur principatat dhe pushtetet, ai turpëroi publikisht duke triumfuar mbi to në kryq. Në kryqin e Golgothës, Jezusi nuk thjesht vuajti, ai shkatërroi fuqinë e errësirës. Djalli, vdekja dhe mëkati u çarmatosën plotësisht. Prandaj, kur ne qëndrojmë në Krishtin, asnjë forcë e kundërt nuk mund të na dëmtojë vërtet. Le të meditojmë mbi fuqinë e gjakut të Jezu Krishtit. Në zbulesa lexojmë, dhe ata e mposhtën atë për shkak të gjakut të qengjit dhe për shkak të fjalës së dëshmisë së tyre. Gjaku i derdhur i Krishtit është mbrojtja jonë më e madhe. Ai na pastron nga çdo mëkat, na pajton me Perëndin dhe na vendos në mbrojtjen hyjnore të plotë. Kur armiku na akuzon, gjaku i Krishtit flet më mirë se gjaku i Abelit, ai na mbron dhe na shpall të drejtë para fronit të Perëndis. Jezusi vetë është mburoja jonë. Në Bibel Perëndia i thot Abrahamit, mos ki frikë, Abraham, unë jam mburoja jote. Ky premtim përmbushet plotësisht te Jezusi. Ai është mburoja jonë e gjallë. Psalmi thot, Zoti është fuqia ime dhe mburoja ime, zemra ime ka shpresë te ai dhe unë jam ndihmuar. Në Krishtin, ne kemi një mburoj që nuk thyet kur, gjithashtu, Jezusi është kështjella jonë e lartë. Psalmi 18 deklaron, Zoti është kështjella ime, kalaja ime dhe çlirimtari im, Perëndia im është shkëmbi im, te i cili unë strehohem, mburoja ime dhe bri i shpëtimit tim, kështjella ime e lartë. Jezusi është shkëmbi ynë i patundur. Kur stuhitë e jetës vinë, kur sulmet shpirtërore intensifikohen, ne strehohemi te ai dhe jemi të sigurt, le të kujtojmë fitoren e Krishtit mbi vdekjen. Në Bibel thuhet, ku është, o vdekje, gjendja jote? Ku është, o vdekje, viktoria jote? Por falënderime qofshin Perëndis që na jep fitoren përmes Zotit ton Jezu Krisht. Jezusi i ringjallur është prova e gjallë se asgjë, as vdekja, as djalli, as ferr, nuk mund të na ndajë nga dashuria e Perëndis në Krishtin. Prandaj, Isaia merr kuptim të plot vetëm në dritën e Krishtit. Asnjë armë e formuar kundër teje nuk do të ketë sukses, dhe çdo gjuhë që ngrihet kundër teje në gjyq, ti do ta dënosh. Kjo është trashëgimia e shërbëtorëve të Zotit, dhe drejtësia e tyre vjen prej meje, thot Zoti. Sepse ne jemi shërbëtorët e tij në Krishtin dhe drejtësia jonë është drejtësia e tij e dhënë. Na siguron, por në të gjitha këto gjëra ne jemi më se fitimtar përmes atij që na deshi. Jo thjesht fitimtar, por më se fitimtar. Në Krishtin, ne nuk thjesht mbijetojmë, ne triumfojmë, dhe në Gjoni 10:28 Jezusi vetë premton, unë u jap atyre jetë të përjetshme dhe ata nuk do të humbasin kurrë, dhe askush nuk do t'i rrëmbejë nga dora ime. Kush mund të na rrëmbejë nga dora e Krishtit? Askush. As djalli, as bota, as rrethanat, vëllezër dhe motra, qelësi është të qëndrojmë në Krishtin. Gjoni, rini në mua dhe unë në ju. Sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Kur qëndrojmë në të përmes lutjes, fjalës, bindjes, mbrojtja e tij është absolute. Prandaj, sot, nëse ndjeni sulme shpirtërore, nëse ndjeni frikë ose dyshim, kthehuni te Jezusi. Thoni emrin e tij. Kujtoni kryqin. Kujtoni ringjalljen. Kujtoni premtimet e tij. Ai është mbrojtësi ynë suprem dhe në të ne jemi të pathyeshëm. Le të lutemi bashkë, o Zot Jezu Krisht, falënderim për gjakun tënd që na mbron, për fitoren tënde që na bën fitimtar dhe për praninë tënde që na mban të sigurt. Ndihmona të qëndrojmë gjithmonë në ty. Amen. 5. Thirrje për guxim dhe vigjilencë. Së fundmi 2 Timoteu, sepse Perëndia nuk na ka dhënë një frymë frike, por të fuqisë, të dashurisë dhe të mendjes së shëndosh. Mos kini frikë. Perëndia na jep fuqi, dashuri dhe vetë kontroll. Qëndroni vigjilent, lutuni pa pushim dhe mbështetuni te premtimet e shkrimit. Përfundim. Vëllezër dhe motra, në çdo sfidë shpirtërore, Perëndia është mbrojtësi ynë i madh. Forconi jetën tuaj shpirtërore duke veshur armaturën e tij, duke u lutur vazhdimisht dhe duke u mbështetur te Krishti. Bekimi i Perëndisë qoftë mbi ju. Amen.